Thuaj lam të mirë pa gjumësisë vetëm duke konsumuar këto dy ushqime. Sipas studimeve mjekësore, personat që hanë këto produkte janë 23% më pak të rrezikuar nga depresioni. Ky i atribuohet aminoacideve triptofan dhe prodhimit serotonin ose hormonit të lumturisë. Mënyra se si ushqeheni ka të bëjë edhe me cilësinë e gjumit. Ndër dy produktet që ndihmojnë për një gjumë më të mirë dhe më të qetë janë bajamet dhe hurmat e arabisë. Bajamet, arrat dhe farat e pishës janë ndër arrurët më të mirë që rezistojnë plagështinë emocionale gjatë problemeve tuaja. Kjo e fundit ka ndikuar gjërësisht në cilësinë e gjumit. Bajamet dhe hurmat e arabisë përshpejtojnë metabolizmin me të paktën 10%. Ekspertët cilësojnë këto dy produkte si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese, sidomos në rastet kur vuani nga pagjumësia kronike. Kombinimi i këtyre ushqimeve në dietën tuaj të rregullt dhe evitimi një sër produktesh si kafe dhe alkooli në orët e mbrëmjes mund të përmirësojnë gjumin.